Banorët e fshatit Leleteq të komunës së Lipjanit janë organizuar dhe kanë ndërtuar kabinën pritese të stacionit të autobusëve në fshatin e tyre. Kryetari i këtij fshati Flamur Sulejmani thotë se banorët e kanë parë të nevojshme ta bëjnë këtë, pasi që nuk deshën të rinin duke pritur komunën që të veproj. Banorët janë organizuar dhe kanë pritur që ta ndërtojnë kabinën pranë stacionit të autobusëve dhe të gjitha punët janë kryer nga fshatarët dhe kabina ka kushtuar vetëm 150 euro. Banorët e fshatit e kanë pasur shumë të nevojshme ndërtimin e një kabine pranë stacionit të autobusëve dhe janë organizuar, domethënë, në mënyra ndryshme me të holla, me material, edhe kemi arritur domethënë me ndërtu këtë kabinë pranë stacionit të autobusëve. Të gjitha të hollat janë grumbulluar nga fshatarët, krejt puna është kryer prej fshatarëve edhe kabina ka kushtuar afërsisht 150 euro. Po në një komunë tjetër ndërtimi një kabine për pritjen e autobusëve ka kushtuar shumë më shtrenjtë. Në Mitrovic janë shpenzuar 9.506 euro për ndërtimin e 2 kabinave të tilla, shumë të cilat do të mund të ndërtoheshin afër 60 kabina, sipas çmimit të atyre në Leleteq. Këto kabina të vendosura në qendër të qytetit janë ndërtuar nga Hekuri dhe Xhami. Një qytetar nga Mitrovica kishte raportuar në kallzo.com se afro 10.000 euro komuna ka paguar për 2 kabina pritëse të autobusit. Kallzo.com e ka konfirmuar këtë nga zëdhënësi i komunës së Mitrovicës Hysni Syla, i cili ka thënë se këto kabina i kanë kushtuar komunës 9.506 euro.